ti në një figure, shembull po themu, parashikoj si Maku, që ishte ylli i Tiranës asaj. Vinte? Kur ka ardhur një ka qenë festival, edhe vjen kjo shoqja parashikëvisë Jolanda Dhamo. Po, nga Durrësi. Ka qenë shumë simpatike Jolanda. Edhe vazhdon të jetë. E në vjetë, tha, kështu bishte, kemi qenë prova, tha, ishin mëll, s'kishin ku më hongër. Edhe erdhen në ty, tha, po presë edhe Parashën, tha mu, për Parashevin. Po? Edhe ishte ere parë që unë u takoj me Parashevin. Erdhe ulen, tha mu, gjike kjo është Parashevia. Kush tha shumë Parashevi si Makom, tha, në unë të vej. O, tha shumë, Fatorina, tha shkjo të butë suki linja kombinatit, jeti, tha shumë. I këshyve vërë të Parashevit? Po s'ke katuar. Po pra, edhe ajo, tha, Alanda këtu sërjet, tha, qomi, ikim, lutem, tha, njojnë, janë, mi tha shumë. U mërzit, hë? Unë më yllë, tha, u ofendua me dhe. Ti e yllë i Shqipërisë është pësit nga të smush, aty, këteni. Po jo kliente, e kësho, lere që thonë to Renacakët që i din të që? Që hynë të dilte Parashevia. Nuk hynë të dilte? Po jo, mërë burë 2 herë, 3 herë ka qenë Parashevia shkreta. Po lere dhe këto mitësit që thonë me kë? Mate Bobratin. E dim që ka pas mitësi me Bobratin, pas herë nuk kanë bo këshu mitësia këshu. A ka qenë e rregull? Parashevia? Po. Që themë, të që i vyllë, ore ne yjet i sulmojmë. Jemi vetëmi kom që yjet i sulmojmë. I vetëmi kom që i sulmojmë. Ne në vend që një yll të arrujmë si yll, edhe në qofë se diku është bo pis të pastrojmë, ne jetë e sulmojmë. Po nga këta aktorët, me këta do këtë pasu ti, kanë ardhur atje yje dhe kinematografisë shqiptare. Kino histori? Jo. Nuk e? Nuk vishin. Okej, Këto të stradave në jerë, këto që vishin që rojshin këshu. E në radio se kanë qenë klienta këshu. Aty ke 15 kanë që vishte, të që këj grupi, më falë, këj grupi i këshu, ishte një grup qëllagjish. Qëllagjinj, e? Po, Ishin ta? Drejtore, nuk është e ishme, deri sa nuk jetojnë, Po? Unë nuk jo përmend emrat. A kupton? Po? I bishin qylit e këte ne. Po kush i pagon të qylit e apo ikin pa paguar? Po jo, pagush e ti që të merin ty, me vete. Merin dikë? Po, merin dikë, a kupton? A ikte në njeri pa paguar? Edhe nga gazetaria, edhe nga kjo, a kupton, po jo. Ishte bile, so kam një histori me Arshin Gjezon. A, kër redaktorin e Zërit Popullit? Arshin Gjezon, jo tek të vite në orën 11. Ne e milqim lokalit, në i vite në orën 11, pa 5, Se marrë dhe gazeta vonë atër? Jo, pa i priset vite orën 12, e që do të ashtu, e mërë të shtyte një qim ne. Unë në mërzita i thësh, të në falës është, pagujmë se millim lokalit. Këtë fleti kështu. Aty thësh. Pa për me njeftë më në ti kush jam, po ti thësh, mjeftë më kush jam. Po seriozisht po. Marrë gazetën, unë. Zëri Popullit ja quë të përpara. Të kursim, ku do në gjitho gjë dhe vazhdimisht, edhe flitej për energjinë elektrike. Ke Zëri Popullit, tu thash kimi 200 drita që i majmë nesë, vetëm se do të presim ty ma të gotëri. Del për 2 minutë, jashtë në rëshefika drita tash. Këshyve vërtet? Me gazetë Zëri Popullit. Nuk e zjaqin fare me mu këto. Të tipa. Me i dhe të unë kanë gjërë gjithmonë fjallë mira për Arshin Gjezon. I urtë, po mirë, kush po thotë që ju? Ore për mu si kamarierë, tani ne lokalin e kemi myllë 15, rritë presu ty, që dali gazeta që është firmosë është ti. Pritë e ke zyra për shema. Foto tjetër. Tani është një foto që është historike, sepse është bërë nga 15 Kaçi, ku ti punoje, ati është shtatore Enver Hoxhës, këtu është turma që për pak minuta më pas, ata do të rrëzojnë atë shtatore. Ku ishe në momentin kur rrëzua shtatore Enver Hoxhës? Tani, atë ditë që është rrëzu shtatorja, unë kam qenë në punë ty, duket se ka ra mas orës 1. Në 13:30 Ashet njëgjës, ashtu. Edhe e kam par nga taraca, nga veranda, por isha edhe në punë më restorant. Isha edhe në punë? Po, isha në restorant, ishte rost. Po ti dole te veranda? Ke veranda, jo, nuk është veranda. Ishte restorant i mbushur plot, dhe aty kam pasur për drejket dhe dritor Agolli, Niko Nikolli në një tavolinë. Si, do të përrëzoj shtatorja dhe dritor Agolli ishte aty? Edhe Niko Nikolli? Po, aty ne kanë qenë. Ua, sa e bukur. Kanë qenë ke një tavolinë e cepit, fare, kur hyke deri restoranti më ka dytë, majtas në fund. Qetësi absolute.
në salë. Këto, se do të flasë pak më mrapa për këto, po kur ra, qetësi absolute, pra. Kur ra ajo që unë i gjuj zhurmë, si me qenë duke bo reali gol, tu që u gjithë sala më kom. Sala nga ma? Nga qetësi absolute gjithë më kom. Po ti? Bërtite? Jo, unë ishë më kom. Ishë më shërbim. Ti duhet fuqe kamarier. Ti duhet bësh antari Partisë Komuniste. Ja, nuk o qova. Por ditë themi që erdi njoni, një nga këto tipat, e vjej thot Nikos. Me thonë dritën shoku Niko, tha, a ishte, tha, një mut burri. Më falë për shpreje. Niko, mut i e ti, tha. Edhe gjitha që o ngritën këtu, tha, se i ka qenë burë, tha. Për zotin, ha? Niko. Dritaroj së një fare. Tani, e kam djek nga veranda. Po? Mu duk si një spektakl, i shumë tot. Pse? E gjykoj qik me voneste, po duke benu shumë gjona. Para, mrapa, ta shemim, lujte, s'lujte. A i kishin lëru vitet i note më për para, si kishin lëru. E para. Dhe e dyta për mu si agji, pamërsi se nuk e thoja se, ore, kishe edhe frikë. Jo frikë se të rifshin, po frikë se ti nuk e ke idenë se kur të vend balta për para, vend balta, se mund tjetë një baltë që vjen për balë, dhe ti do t'i rush baltës, jo se... Qërë shemën atë? Simbolin e diktaturës. A do shemim diktaturën apo simbolin? Po mirë, simboli ishte shtatori Enver Hoxhës. Pa pse shtatori, ne kishim diktatorin, e kuj kishte vdek. Jo, kuj kishte vdek, po atë shtatorin e kishte. Kuj kishte trashëgimtar tjetër, kishte sekretari pari, komitet. E ke fjetën për Ramizalin? Po pa tjetër. Jo, Ramizi ishte i mirë në ato momente. Si mirë, po Ramizi kryoj partitëre. Te gjitha partiti ka kryoj. Mëra automatik. Po pse vjen demokracia me komunista? Po nuk vjen, ore. Po do më dhe kush rëzoj shtatorën? Se ti e ke parë me sytë tu, ti se ke me treguar. Ramizali, ore. Ramizali e rëzoj? Po kush e rëzoj aty, mërë? Ja, këta njerëzit aty. Po kush janë të njerëz? Po tani një kjo ne qomi gjithëre. Ore, popullin me popullin tonë kanë bo, numra kanë hymë gjenov gjithë. E kanë shfrydzu këtë popull. Po e kanë shfrydzu mërë burë. Po mirë, ti pse se le punën e të bashkojshë me ta? Si? Pse nuk e le punën dhe të bashkojshë me ta? Si pse se lash punën bashkë? Ishen punë. Po nuk, po pse sa vete ishin të pojdi, ne ishim 3 milion banorë, dhe ti mlidhshim të 3 milionët, ka lidhje kjo. A njeno një nga këta? O, si kam iden fare. Po atë që qëllonte me armat policin e manë mëndet në atë momente? Ku? Kur u afruan të shtatorja, një polic qëllonte. Po rje pas ne të shi numrët, ne i shifrim nga lartë të një me qenë, ku nuk e di nuk është ajo ore. Aja me qenë janë në to atje? Duke. Po, me qenë, po, keshëm drejt. Ik të edhe, një gjohë. Po? Turma, kjo turma, Po? turma e mirë, turma ajka, e ndritur, turma shqiptare, shpirtrore, unë nisë me ynë blok. Po, e vërtet. I ndalun ke hotel dajti, në rritan ceka, këtheu një mrapa. Po, me megafon. Da me thonë, si kur ju thu s'kini pun me komunistët e gjallë, por të varrosim komunistët e vdekur. Kjo demokracia e.